Një tjetër shqetësim i përsëritur vjen nga fshati Mbrostar Ura, ku banorët janë në alarm për gjendjen e kanalizimeve të ujrave të zeza. Banorët e zonës dhe rreth 150 nxënës të shkollës së fshatit përballen çdo ditë me rrezik për shëndetin dhe sigurinë, pasi rrjeti i kanalizimeve të ujrave të zeza është jashtë funksionit, duke çuar në derdhjen e ujrave të zeza në rrugë dhe pranë objekteve të banimit e shkollës. Para disa kohësh u zhvillua një investim, por sipas banorëve, ky sistem nuk u vua asnjëherë në funksion. Si pasojë sa herë që ka rreshje, uji ndotur përmbyt rrugët, shkollën dhe oborret e shtëpive, duke shkaktuar shqetësim dhe ndotje të seksuar mjedisore. Banorët kanë kontaktuar vazhdimisht me televizionin Apollon, duke kërkuar që situata të bëhet publike dhe të marrë vëmendjen e duhur. Kamera e televizionit Apollon ka qenë disa herë në terren, duke evidentuar ngjarjen e rëndë, por pavarësisht kësaj, ende nuk ka asnjë reagim apo plan ndërhyrjeje. Se kanalizimeve të ujrave të zeza ose më mirë mos funksionimi i sistemit të KUZ-s këtu në fshatin Mbrostar Ura, Njësitë Administrative e Mbrostar ka krijuar probleme për shëndetin e komunitetit, por edhe për jetën e rreth 150 nxënësve të shkollës nëntëvjeçare Alit Gremi, e cila ndodhet pas meje. Ujrat e zeza, të cilat shkarkojnë pa u disiplinuar, pra pa rrjedhur në magjistralin e kanalizimeve të ujrave të zeza, kalojnë përgjatë murit të shkollës, pra është një rrezik i dukshëm dhe real për nxënësit, duke filluar nga ata të sistemit parashkollor të kopsheve deri te klasa e 9 ose cikli i lartë i sistemit nëntëvjeçar. Problemet janë të dukshme dhe ardhja e sistemit ose ardhja e sezonit veror rritet edhe më shumë problemi për shkak të rritjes së temperaturave. Punojësi i shërbimeve të Njësisë Administrative e Mbrostar, po, si e? Është investuar disa herë për kanalizimin të ujrave të zeza, por ka tjetër problem. Cili është shkaku që nuk zgjidhet problemi? Problemi është se edhe njerëz që ka baktia akoma hedhin detyrimin. Bllokohen bëjnë, po pra po më punë atë. Po mirë, mbeturia t'i në kanal, po kanalizimi ujrave të zeza është i nëndeshëm, nuk është i përfaqësor. Po tash ku bllokohen sa do të bësh ti? Po të hesh mbeturina. Brenda, hesh plej lope, hesh kastra gjera. Po kanali aktual i ujrave të zeza është i zbuluar? Ky është ujë e bardha. Prandaj po them që mbeturia nuk bllokon kanalizimin e ujrave të zeza. Jo, nuk ka lidhje kanali me atë. Po ju thatë që hedhin mbeturina. Ujrat e zeza kur bllokohen, kanali ka do nivel. Në fakt u investua për herë të dytë që u bë dhe një stacion pompimi aty për shkarkuar. Pse nuk funksionon ai? Kushta e ke po më në rregull. Po pse ujrat e zeza? Po s'ka lidhje ujrat e zeza me këtë. A janë ujrat e zeza? Po këto janë, po është i lagje pa dërat në koma. Nuk ka mbaruar lagje tjetër. Edhe si vendos, si ti e vendosje? Është në proces për të bërë. Kjo lagje që kanë ngelur këtu. Sa vite ka në këtë gjendje? 2 vjet. Jo kam shumë, se para 8 vjetësh u investuar për kanalizore të zeza, nuk funksionoi, u bë për herë të dytë. Tash janë në rregull që janë bërë. Po më punoj, po desha shikoj punin e punën. Pra, këto ujrat e zeza janë për Nuk ka shkak lidhje, këto janë ujrat të bardha nga lart. Po ajo lagje që është aty për shembull, aq që investimi, thonë nuk u bët. Po ajo ku i shkarkon? Po ajo po them që ka probleme. Po ku i shkarkojnë ata? Në rrugë, në kanale? Po pa keq do ujrave të bardha. Banorët e Mbrostar Urës kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe zgjidhje të qëndrueshme për të mos rrezikuar më as jetesën, as shëndetin e tyre dhe aq më pak arsimin dhe sigurinë e fëmijëve të tyre. Ndryshe për ta, situata do të vazhdojë të jetë një krizë e përditshme në mes të një fshati që kërkon vetëm kushtet minimale të jetesës.